Ju keni një traditë shumë të bukur gjatë këtij muaji, një iftar të përbashkët. Në fakt, kjo Fatjona tash ju thoni se edhe në kultin islam, po edhe në kultin e krishterë nuk është mirë që të përmenden ato gjëra, sepse thonë Jo, është një shenjë shumë e bukur bashkimi dhe respekti. Gjërat e mira që të jenë model që t'ja përdorin edhe të tjerët. Ju falenderoj. Po, pa diskutim, unë personalisht bashkë me, dhe me thënë, një darë gjatë këtij muaji me gjithë miqtë e vëllezërit të besimit islam, modestisht në vogëlsinë time, ulemi ofrojmë një iftar shumë vogël të cilin e konsumojmë të gjithë bashkët. Por kjo nuk është asgjë. Edhe biles edhe herën tjetër kur kemi qenë në Fatjonin, nuk kam pas dëshirë ta bëj shumë të madhe sepse më duket se del larg e jashtë atij jetit e atij çka përfaqëson. Jo, realisht, unë kam qef ta bëj të madhe këtë gjë, jo për atë se çka simbolizon shtrimi një darke, po për atë se çfarë mesazhi jep. Pra fakti që në një muaj si që është muaji i Ramazanit, ne të i kalojmë mënyrën se si besojmë dhe shohim njëri tjetrin në madhështinë të qenurit njerëz, të qenurit shqiptar, të qenurit vëllezër dhe të madhështinë e bashkëndarjes së kombit të asaj që ne i takojmë, pra të qenurit shqiptar, pa e parë tjetrin si të ndryshëm, po si të ngjashëm. Patjetër, pa diskutim kjo qëndron në fund të ditës edhe në thelb të religioneve monoteiste, pavarësisht krishterë apo islama interpretimi drejt të dyja këtyre religioneve pikërisht na çon drejt asaj që është dashuria sublime për tjetrin. Unë personalisht besoj që nëse besimi te Zoti nuk na çon te dashuria për tjetrin pa kusht, kushdo të qoftë, si do të qoftë, atëherë pse vlen. Të drejtën e them me shumë sinqeritet, me shumë kënaqësi që neve kemi një fat shumë të madh. Qoftë edhe si nëse do ta quajmë vetin si përjes fetar, që vijnë nga një popull që kjo gjë është trashëguar, është edukuar pa imponim, po në mënyrë shumë natyrale që nga shtëpia, që nga familja edhe që nga realiteti njerëzor. Prandaj neve na takon një detyrë e jashtëzakonshme që ta mbajmë, po edhe që ta promovojmë edhe të jemi pasqyra të kësaj vllazërie.